Dhjetë doktorët më të mirë në botë janë: 1. Rrezet e diellit. 2. Pirja e shumtë e ujit. 3. Gjumi mjaftueshëm natën. 4. Sadakaja lëmoshë. 5. Ecja në këmbë jo më pak se gjysmore. 6. Ushqimi i shëndetshëm pa e tepruar në masë. 7. Leximi i Kuranit që është ushqim për shpirtin. 8. Mjalti. 9. Fara e zezë. 10. Kënaqësia me caktimin e Zotit, qoftë i mirë apo i keq.